Sot është një temë që unë e kam shumë për zemër, workaholic, pra si alcoholic, ato të varur mbas alkoolit, këto janë të varurin mbas punës. Tani ti ishe në punë në këtë moment që flisim? Akoma jam në punë. Sa orë fle? Po, në varësi të ditëve të caktuara, sot mund të jem me 4 orë gjumë. Kur ke humbur babin para 2 vjetësh, ndërkohë që të gjithë prisin të viktimizohesha, unë u promovova në punë. Shumë studiues i cilësojnë si varësi të fiksuar pas punës. Zhytemi aq shumë ndonjëherë edhe për të shpëtuar disa situatave. Për pjesën e të pasur gjërat në kontroll e kam shumë problem. Hyrja më e madhe që unë kam ndier në jetën time është kur jam pushuar nga puna për herë të parë. Kjo lloj varësie është një nga ato që gjykohet më pak. Ne vlerësojmë. Bravo, gospuntore. Ka shumë punë që unë i kam hequr sepse nuk bëjnë sens me njëra tjetrën dhe shumë punë dhënës e kanë shumë pasiguri këtë pjesën. Edhe është një në vretit që marrin veprorët e mi, që ndonjëherë jam më mirë se ç'duhet, edhe ndonjëherë bëj dhe punë që nuk më kakojnë. Po ke humbur miq? Ata që nuk ma kanë kuptuar botën dhe rutinën. Prap 3 punë. Edhe çunin 4. Çuni 6. E ke kështu fiksim që të zbatosh afatet? Madje deri në minutën e fundit do jem duke përmirësuar diçka. 4 orë të mjaftojnë? Gjumi? Ndonjëherë i bëj dhe 5 orë. Super, bravo. Është edhe për të shmangur afeksionin edhe intimitetin. Lidhja, ke ndonjë? Por atë nuk më del koha. Puna s'të rrethon kurr. Çdo gjë të rrethon. Ne. Rrethon.